Nuk është era e parë që partitë politike shqiptare në mënyrë të veçantë Partia Demokratike thërret në ndihmë figura që vinë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës apo paguan lobista në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo nuk është një gjë e re dhe ne kemi parë edhe rezultatet. Zoti Kalaja thotë se nuk e ka paguar, ka ardhur në ning kështu. Jo, nuk e kisha fjalën për këtë herë se nuk e di për këtë herë është paguar as është paguar, po fakti që erdhi me siguri do të paguar, po flas për fushata të tjera kur edhe kemi pasur çështje në lidhje me pagesat që ka bërë Partia Demokratike në funksion të lobimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Tash unë dëgjova me vëmendje dëgjova atë ditë dhe sot në mënyrë të veçantë më tërhoqi vëmendje në pasazhe që juve kishit zgjedhur në dy gjëra. Nëse realisht qeveria e Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të japë një mesazh popullit shqiptar, e kanë në dorë mos e lodhin të vi deri këtu këtë zotërin, mund të bënte një lëvizje të vetëm, mund të ishte një non grata të zotit Berisha dhe mjaftonte për t'u lexuar këtu ke ne, këshuja kursenin lekët edhe shqiptarëve. Edhe e dyta, nëse pastaj themi se sa i rëndësishëm është zoti Berisha për familjet shqiptare, atë më mirë na i lejnë ne shqiptarëve ta gjykojmë se sa duhet vit na i thot dikush nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, se ne nuk është se zoti Berisha po i njohim për herë të parë, kemi 30 e ca vjet që e dim se çfarë prodhon, si mendon, si vepron, si gjykon. Nuk është se nuk e njohim dhe besoj që ka qenë prezent në shumicën e jetës së familjeve shqiptare në këndvështrimin tim në mënyrë më pejorative të mundshme.